Surja El Ghashia, e zbritur në Mekke, ajete 26. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Hal ataka hadithul ghashiyah. A të erdhi ty lajmi për belanën që ka plon? Wujuhun yawma idhin khashi'ah. A të ditë të sheh fytyra të përullura, Amilatun nasibah. të lodhura e të raskapitura. Tasla naran hamiyah. Ato hyjnë në zjarrin të ndezur fort. Tusqa min 'aynin aniyah. U jepet të pinë prej një kroj të valë. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Ata nuk kanë ushqim tjetër pos një barishte me ferra helmuese, La yusminu wa la yughni min ju'. që as nuk jep fuqi, as nuk largon uri. Wujuhun yawma idhin na'imah. A të ditë të sheh fytyra të ndritshme, Li sa'yiha radiyah. të kënaqura për veprimet e veta, Fi jannatin 'aliyah. në xhennet të shkallës së lartë. La tasma'u fiha laghiyah. Aty nuk dëgjojnë fjalë të pakëndshme. Fiha 'aynun jariyah. Aty ka kroje që rrjedhin. Fiha sururun marfu'ah. Aty ka në shtretër të lartë Wa akwabun mawdu'ah. dhe gastare të vëna pranë, Wa namariqu masfufah. edhe jastëkë të rënduar për mbështetje, Wa zarabiyyu mabthuthah. edhe qilima të shtruar. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. A nuk i shikojnë devet se si janë krijuar, Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. edhe qiellin se si është ngritur lart, Wa ila al-jibali kayfa nusibat. edhe kodrat se si janë venduar, Wa ila al-ardi kayfa sutihat. edhe tokën se si është shtruar. Fadhakkir innama anta mudhakkir. E ti pra këshillo se je vetëm përkujtues. Lasta alayhim bimusaytir. Ti ndaj tyre nuk je mbizotërues, Illa man tawalla wa kafar. përveç atij që smbrapset e nuk beson. Fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Allahu atë me vuajtje të mëdha e dënon. Inna ilayna iyabahum. Vetëm te ne kthimin e kanë. Thumma inna alayna hisabahum. Dhe vetëm detyrë jona është llogaria e tyre.